tonë. Unë jam Shaqir Vukaj, i angazhuar prej disa vitesh në organizatën e kombëtare dëshmorëve të Altdhaut, me që unë jam edhe familje dëshmori, kam motrën dëshmore, madje dëshmorja pare veriu Shqipërisë. Në këtë kuadër jam zgjedhur në kryetar prej disa vitesh. Kush është motra juaj dhe ku ka rënë dëshmore? Është një histori e veçantë, por ajo vara shumë herë, në 42-shin. Domethënë është pash dëshmorja pare veriu Shqipërisë, në tetor të 42-shin. A jeni angazhuar në? Jo vetëm për këtë arsye, por për shumë arsye, për të ndëru, të respektu ata që kanë dhënë jetën për atë. Dhe në këtë kuadër unë jam angazhuar shumë pikërisht për të shpallë dëshmor, qindra të vrarë, që fatkeqësisht janë në harres nga të gjitha regjimet, sepse asnjë qeveri deri më sot nuk është marrë seriozisht me problemet dëshmorëve. Në këtë kuadër vitet e fundit ne kemi punu dhe kemi shpallë 2-3 vjet e fundit rreth 500 dëshmorë të Altdhaut. Një shembull konkret, unë jam marrë me Kryenirin e Malësisë Madhe, me qenë se jam me origjinë prej andej, dhe mas një pune disa vjeçare kam zbulu shumë dokumenta në arkivat e ushtrisë, në arkivin kombëtar, në materialet ndryshme në biblioteka, dhe kemi arrit shpallim 278 dëshmorë. Ne kemi arrit në sajt kësaj pune të shpallim 278 dëshmorë të Kryenirit të Malësisë Madhe, që është numri më i madh i shpallur ndonjëherë në Shqipëri. Këtë kuadër më kam vazhdu punën, për shembull, para 2 muajsh shpallëm 37 dëshmorë të luftës Koplikut. Organizuam një ceremoni shumë bukur në Koplik, etj. Pra një ndër aktivitetet e mia këto vite si pensionist është kjo që të punoj për të ringjallë ato që fatkeqësisht janë harru, siç e thash, nga gjitha qeverit e deri tanishme. A kemi ne ende shumë të rëndë të cilët nuk i kemi shpallë dëshmorë? Unë mund të sjell shumë shembuj, për shembull në rrethimin e Shkodrës, në 12-13, që është një ndër, do të thosha, luftat më heroike popullore, sepse ai popull ka ndonjë rrethuar afër 6 muaj, aty kemi disa qindra të vrarë, që nga Gramshi, Shqipëria mesme, dhe deri Tropoja, Kuksi, Peshkopia, që fatkeqësisht nuk është marrë kush me ta. Kemi qindra. Ne kemi shpallë para 3-4 vjeç, vetëm nga ana Malit 16 dëshmorë, vetëm nga ana Malit. Por, për të marrë me këtë punë, sigurisht kërkohet angazhim nga njerëz të vullnetshëm, nga patriot, sepse duhet punu në arkiva, duhet punu në biblioteka, etj. Zoti Vukaj, duke qenë se jemi në nëntor, a jeni ju të vetëdijshëm për përballtjen që po i bëhet luftës antifashiste nacional çlirimtare? Shiko, nosha është një ndër periudhat më të errta, do të thosha, për vlerësimin e kësaj lufte. Qofse ne, shqiptarët, kemi luftra, unë do të përmendësha luftën e Skënderbeut, luftën nacional shqiptare dhe luftën për çlirimin e Kosovës. Pavarësisht nga ca, nuk du me ju vëemna, që përpiqen ta jollosin, përpiqen ta poshtrojnë, por ajo nuk zën vend. Lufta nacional shqiptare e popullit shqiptar tashmë është një fakt që ka hyrë në histori. Po të shofish historitë, enciklopeditë e vendeve të ndryshme, kudo përmendet lufta e një populli të vogël që u bën shembull jo vetëm për numrin e të vrarëve për frymë popullsisë, ku Shqipëria është një ndër vendet e para, gjithmonë për popullsisë, për dëmin që u shkaktuan, por dhe për luftën, sepse ne arritëm që një popull kaq i vogël, sa ishim në atë kohë,
pas 1.900.000 sa mi, në fund të luftës ne patëm 70.000 partizan. Një shifër e jashtëzakonshme. Fatkeqësisht, ka një frym antikombëtare, me cilën janë angazhu disa parti, apo ma mirë me thënë, disa drejtues partish, që nga ndryshimi i dasë çlirimit, që ishte një ndër veprimet për mendimin të më antikombëtar, e vetëm kundër luftës, po veprim antikombëtar, sepse qëllimi i ndryshimit dasë ishte që të mohoj lufta, dhe të mohoj lufta është një veprim antikombëtar. Lufta këtij popull që, si thash, për numrin e të vrarve, jo të dëshmorëve, se në njëherë dhe ngatrohen, po për numrin e të vrarve, numrin e të rëndëve për atë dhe, ne jemi një popull që janë në vend të parë në Evropë.